Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur para pak ditësh në Itali, ku ju mor jeta një 22 vjeçare shqiptare nga një Filipinas, ish i dashuri i saj. Një ngjarje që ka tronditur jo vetëm shqiptarët, por edhe gjithë Italinë. Ndërkohë, autori është vendosur para drejtësisë, ndërsa akuzohet si e përfshirë në krim edhe ama e tij. Për të folur më shumë për këtë ngjarje të rëndë, ne kemi të ftuar avokatin Adrian Hila nga Italia, me të cilin do të diskutojmë konkretisht për këtë ngjarje. Adrian, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Adrian, cili është reagimi i opinionit publik italian ndaj kësaj ngjarje që ka shokuar jo vetëm shqiptarët, por edhe italianët, duhet të thënë? Normalisht, si se thatë dhe ju, kjo ngjarje është shumë tragjike, sepse duhet theksoj faktin përveç vrasjes së Ilaria Sulës, para pak ditësh më parë ndodhi një vrasje një tjetër goce të re, dhe si duket është një problem i cili po bëhet për fat keq sa më i shprehur në Itali. Për sa i përket opinionit publik, normalisht që është shokuese, sepse Ilaria, mos harrojmë faktin që ishte vetëm 22 vjeç, 23 vjeç, kështu që ishte në kulmin e jetës së saj, dhe i është marrë jeta nga i dashuri Marks. Ish i dashuri, sepse flitet se marrëdhënia e tyre ka mbaruar. Aktualisht ai është në paraburgim dhe gjykatësi ka, si të themi, ka konfirmuar arrest me paraburgim dhe ka marrë në pyetje. Gjatë pyetësorit është përgjigjur dhe ka pranuar fajin se e ka vrarë ai, dhe ka lënë disa dyshime, sepse janë disa problematika të cilët ai ka treguar, por nuk korrespondojnë me të vërtet, nuk gjenden me hetimet të cilat janë akoma në vazhdim. Për vetë faktin sepse ai fillimisht ka deklaruar se ka qenë vetëm, dhe prindrit nuk kanë qenë bashkëpunëtor, por mos harrojmë faktin se vetëm para disa ditësh EMA është marrë në pyetje për 4 orë përpara gjykatësve, ka pranuar që e ka ndihmuar djalin e saj në, si të themi, pastrimin e gjakut, dhe aktualisht EMA është hetuar në bashkëpunim për fshehje kufome. Normalisht është mirë që ta theksojmë, hetimet janë akoma në vazhdim, policia gjyqësore dhe prokuroria janë akoma në zbardhje të shumë pikave që aktualisht nuk kemi mundësi të themi se si ka vajtur eksaktësisht ngjarja, sepse versioni që ka dhënë pikërisht Marku ose vrasësi, të themi, sepse ka pranuar, kështu mund të themi pikërisht që e ka vrarë ai, versioni që ka dhënë ka shumë pikë të errta që duhet akoma të zbardhen, dhe drejt kësaj po punoj prokuroria dhe policia gjyqësore. Cilat janë ato pikat e errta, nëse mund t'i përmendim deri diku, nisur nga dyshimet e para? Atëherë, nga dyshimet e para, pika e para e errët është fakti që si ka mundësi, duke nisur nga fillimi, që të fillojmë në momentin që janë kontaktuar, Mark ka pranuar që vrasja është bërë në një datë 26 të mëngjesit. Lindi dyshimet e prokurorisë dhe policisë gjyqësore se ngjarja mund të ketë ndodhur në orët e vona të datës 25, sepse celulari i Ilarias nuk lëvizte një lloj me qelizat telefonike, si të themi, nuk lëvizin linja telefonike, telefoni i Ilarias nuk kapte dhe nuk lëvizte në të njëjtën mënyrë se si lëvizte telefoni i Markut. Kjo i ka bërë të mendojnë që vrasja ka ndodhur akoma përpara, dhe ai ka treguar vetëm këtë që ka ndodhur me datë 26 mbase për të mbuluar prindrit. Kjo nuk i dihet. Kjo është dyshimi i parë. Dyshimi i dytë, që janë pika që nuk kanë akoma arritur të zbardhin, është fakti se makina ai ka pohuar që e ka vrarë të nesme në datë 26 me thik
me thik dhe e ka futur në një thes, e ka mbyllur në një valixhe dhe e ka transportuar në makinë. Por makina e cila është sekuestruar, çuditërisht nuk ka shenja gjaku. Atëherë, si është e mundur që një ngjarje e tillë me një trup që prezuponohet të ketë nga vrasja mund të ketë humbur shumë gjak, si ka mundësi mos njollohej edhe makina. Një aspekt tjetër është ka pohuar se është bërë me thik, po akoma thika nuk është gjetur në mos gaboj. Këto janë dy aspektet. Për sa i përket pjesën tjetër të ngjarjes, ose më fakt që evidencoi dhe prokuror dhe gjykatësi i hetimet paraprake që konfirmoi, i cili këto ditë po dalin motivimet e vendimit, ka thënë që ka bërë një akt brutal dhe mënyra se si ka bërë është i pandjeshëm dhe është me një kapacitet kriminal shumë të lartë. Për vetë faktin, jo vetëm se ka goditur me violencë Ilarian, por edhe mënyra se si është sjellë më mrapa, që momentin që Ilaria kërkoi, ka shkruar në telefonin e saj që jam çdo gjë mirë, mos u shqetësoni, në momentin që e kishte humbur dhe ishte paniku se nuk po gjendeshi. E më pas pikërisht nga këto ditë ka rezultuar se ai ka kontaktuar dhe të shoqin e shtëpisë së Ilarias dhe ka vajtur, ka ngrënë një panine me të. Dhe është i treguar i shqetësuar, sikur nuk dinte gjë. Këto aspekte, prokuroria, në fjalë, po arrin t'i zbardhë, o do mundohet t'i zbardhë, për vetë faktin sepse dyshohet që vrasja ka ndodhur orë përpara e jo në datë 26 të mëngjesit. Sa i përket dinamikës së ngjarjes dhe asaj që është raportuar në media, flitet se Ilaria ka vajtur tek shtëpia e ishte dashurit të saj Filipinas për t'i dërguar rrobat e tij që ai kishte lënë tek banesa e saj ku jetonte me shoqet. Dhe ndërkohë thuhet se vrasja është kryer në mëngjes teksa ishi dashuri Filipinas e ka gjetur atë në dhomë duke folur me një djalë tjetër, sipas vetë dëshmisë së tij, dhe më pas ai ka ndërmarr aktin e rënd duke i marrë jetën. Në këtë rast, me çfarë kategorie vrasësi kemi të bëjmë? Ka qenë një ngjarje në gjak nxehtësie sipër pasi ai ka kuptuar se Ilaria po fliste me dikë tjetër, apo kemi të bëjmë me një akt që e ka mirë menduar dhe ka planifikuar me kohë? Nuk përjashtohet fakti që ai dhe mund ta ketë paramenduar me kohë, sepse pak orë përpara se të ndodhte ngjarja, ai rezultoi nga informacionet që kemi ne, ka vajtur në shtëpinë e Ilarias, ka bërë foto të kompjuterit të saj, kompjuteri i cili është në sekuestrim dhe po arrin të kuptoj nëse ka diçka në lidhje me vrasjen vetë. Kështu që nuk përjashtohet që të jetë dhe me paramendim dhe të mos ketë ndodhur në gjaktësi ose fakti i zhgënjimit dhe xhelozisë